Ai u ringjall. Me të vërtet u ringjall. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e diela e ngjalljes së Zotit ton Jezu Krishtit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit parafolës, të bardhë dhe me robë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit kryeprincë. Trupi i tij kreti shenjtë, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem ferri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tirani në vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoftë lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Psalmi 110, rreshtat 1 deri 5 dhe 7. I tha Zoti Zotit tim, rre në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrinj nga Sioni, sundo midis të armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahrori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Antifona e dytë. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114, rreshtat 1 deri 8. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shndrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Po adeti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delësh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male përse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delësh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim uji të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona e tretë. Thot Zoti, mos keni frikë. Shkoni e lajmëroni vëllezrit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës, kapitulli 19, rreshtat 1 deri 7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tija janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja.
Aleluja, lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani, të vegjël e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyj yni gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia tij, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër marrë nga letra e Hebrejve kapitulli 10, rresht 12 deri në 14. Krishti duke pas kushtuar për mëkate vetëm një flijë të vetme, rri përgjithmonë në të djathtën e hyjit, dhe qysh atëherë pret vetëm që armiqtë të tij të vihen shtroj e këmbëve të tija, dhe vërtetisht me një kusht të vetëm i përsosi për amshim të shenjtruarit. Kjo është dita që e bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Në mbrëmje po të asaj dite, ndërsa dyert e shtëpisë ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: Paqja me ju, aleluja. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Në mbrëmje po të asaj dite, ndërsa dyert e shtëpisë ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: Paqja me ju, aleluja. Lutjet e besimtarve. Me plot shpresë t'i brorisim Krishtit Zot, i cili vdeq, u ngjall dhe gjithmonë ndërmjetëson për ne. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen tonë. O Krisht, dritë dhe shpëtim i të gjithë popujve. Flakën e shpirtit tënd zbrazë në ne, të cilët e kumtojmë gjalljen tënde. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen tonë. O Jezu Krisht, bëj që Izraeli në ty ta njoh shpresën e vet. Dhe mbar toka të mbushet me lavdin tënde. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen tonë. Na ruaj në bashkësi me shenjtrit e tu. Dhe na lejo që një ditë së bashku me ta të pushojmë nga mundimet dhe vuajtjet tona. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen tonë. Ti e munde armiken vdekje, rrëzoje në ne armikun tënd. Që të jetojmë në ty, fitimtarin e pavdekshëm. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen tonë. O Krisht shpëtimtar, ti duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje, u madhërove në të djathtën e Atit. Lëshoj vëllezërit tanë në mbretërinë e lavdisate. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti ditën e sotme na e hape derën e jetës së pasosur,
në sajet e fitores së birit tënd mbi vdekjen, bëj po të lutemi që ne, të cilët po e kremtojmë gjallin e Krishtit, të na përtrish Shpirti i Shenjtë e të ngjallemi bashkë me Krishtin në dritën e jetës së pasosur, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.